Gjuha e shenjtë. A e keni menduar ndonjëherë se çfarë ndodh kur njeriu detyrohet të ndërrojë gjuhë? Jo thjesht fjalët, por gjuhën e tij të lindjes, të mendjes, atë që ai e ka krijuar me mund në mijëra vjet përvojë. Ai nuk ndryshon vetëm gjuhën se si shprehet, ai ndryshon mënyrën si mendon. Sepse gjuha nuk është vetëm një mjet komunikimi, gjuha është vetë mendimi, dhe kur dikush të ndërron gjuhën, të ka ndërruar mendjen, të ka ndërruar mënyrën se si ti mendon. A e keni pyetur ndonjëherë veten, a mundet dikush të kontrollojë mendimin tuaj? Thjesht duke ju hequr gjuhën, që lind nga mendimi i lirë, dhe duke ju zvendësuar atë me një gjuhë tjetër, një gjuhë që nuk lind asnjë fije dritë, pra ku fjalët janë thjesht etiketa. Kjo pra është metoda më e vjetër e kontrollit të njeriut. Jo me zinxhir, jo me dhunë, por me fjalë. Të ndërrojë gjuhën e bashkë me të japin një tjetër mënyrë të menduarit. Një mendim që nuk është më i yti, por është ai që ata duan që ti të kesh. Në momentin që të japin një gjuhë tjetër që nuk e ndjen, nuk e kupton, nuk e ndërton vetë, ti nuk mendon më, por riprodhon. Dhe të tilla riprodhime njihen me termin viruse. Dhe ky është fakt, miqtë e mi. Kjo ka ndodhur tashmë me gjuhët e krijuara nga religionet. Po ju, a jeni të sigurt se kjo nuk ka ndodhur me ju? Shkojmë ta zbulojmë së bashku në këtë video. Gjuha është mjeti me të cilin njeriu i jep formë vetes, dhe kur nuk e gjuhën tënde, nuk ke më as mendimin tënd. Marr shkas nga shumë njerëz të painformuar, shpesh, por dhe nga të tjerë që kanë një interes të caktuar, që ngren në pjedestal gjuhët semitike si arabishtja dhe hebraishtja, dhe na thonë, këto janë gjuhë të shenjta. Kurani nuk mund të përkthehet. Duhet të mësojmë arabisht për ta kuptuar Zotin. Këto janë fjalë që tingëllojnë të thella, por në të vërtetë janë thjesht një mjet për asimilim. Sepse nëse të thonë që Zoti nuk flet gjuhën tënde, atëherë ty të mbetet vetëm të heshtësh, të dorëzohesh dhe të përulesh përballë një gjuhe që nuk është e jotja. Ky është robërim gjuhësor, por dhe robërim mendor, dhe në thelb robërim shpirtëror. Por ta themi troç, kjo ide nuk qëndron as shkencërisht, as gjuhësisht, as njerëzisht. Si funksionojnë këto gjuhë? Gjuha arabe, hebraishtja dhe aramaikja
përdorin të ashtu quajturin kodi trilateral. Pra, çdo fjalë arrjedh nga një kombinim prej 3 bashkëtingëlloresh. Për shembull, 3 bashkëtingëlloret K, T, B është rrënja për shkrim. Dhe kështu kemi thjesht kataba, ai shkroi, kitab, libër, katib, shkrues, maktab, zyrë, maktub, e shkruar. Po ta shohësh, kjo është thjesht një lojë me tinguj, si matematik e thatë. Nuk ndryshon vetëm forma, por kuptimi nuk vjen nga ndjesia, nuk vjen nga veprimi, nuk vjen nga jeta, por thjesht nga një sistem mekanik. Po, ku është mendimi këtu? A është mendimi thjesht një tingull i koduar? A është fjala vetëm një formulë? Jo. Fjala është përvojë e mishëruar në tingull. Dhe ky kod i ngurt me 3 bashkëtingëllore nuk të lejon të mendosh, të ndjesh, të ndërtosh vetë kuptimin. Sepse këto rrënjë nuk kanë etimologji të brendshme. Nuk janë fjalë të lindura nga jeta e përditshme. Nuk mund të shpërbëhen pra logjikisht si në shqip. Tani le të vim tek shqipja. Për të kuptuar ndryshimin mes gjuhëve të koduara si arabishtja, ku çdo fjalë lidhet me një sistem të mbyllur dhe të palogjikshëm, dhe gjuhës së mendimit të gjallë siç është shqipja. Po marrim një shembull të thjeshtë. Një fjalë të zakonshme, fjalën lulëzim. Ti mund të marrësh çdo fjalë tjetër në shqip dhe do të zbulosh të njëjtën gjë. Po le të ndalemi te kjo. Lulëzim. Kjo fjalë që na duket si një njësi e vetme është në të vërtetë një bashkim i 3 rrënjve të gjalla të shqipes. Lu, që lidhet me lëvizjen, me jetën, me gjallërinë. Le, që do të thotë lëshim, ndarje, largim, shkëputje. Zim, nga zi, zë, zënja, fillimi, krijimi. Pra fillimisht kemi bashkimin lu plus l e barabartë me lule. Lule nuk është thjesht një objekt në natyrë. Ajo fjalë përmbledh lëvizjen e gjallësës, lëshimin e një faze, shkëputjen nga një tjetër. Lule është cikli i jetës, është ajo fazë kalimtare, e gjallë, e bukur, por e përkohshme, që tregon kthesën midis lindjes dhe vdekjes, ose lindjes dhe shndërrimit. Tani t'i shtojmë pjesën e fundit zim, zënja, lindja, mbirja, dhe bëhet lulëzim, pra e barabartë fillimi i ciklit të jetës, jo thjesht lulëzim në kuptimin e rritjes, por aktivizimi i jetës, hapja, zgjimi, rritja nga brenda. Dhe ky është ndryshimi themelor. Në shqip çdo fjalë është si një tingull që del nga rrënjët e mendimit. Në gjuhën semitike, fjala është si kodi, ku futesh në një sistem që të jep forma, por jo kuptim të lindur. Në shqip, kuptimi lind nga brenda fjalës, në arabisht kuptimi të serviret nga jashtë fjalës. Nga rregulli, nga librat, nga interpretuesit. Në shqip fjala është si fara që mbin. Në gjuhët e mbyllura fjala është si tulla që të jepet.
Pra, kur të thonë gjuha arabe është e shenjtë sepse ka shumë fjalë, ti pyet. Po ku është mendimi në to? Ku janë rrënjët? Ku është jeta që sjellin këto fjalë? Sepse pa mendim të gjallë, një gjuhë nuk është e shenjtë, është thjesht një kod. Një e pavërtet tjetër që qarkullon nga të paditurit dhe nga ata që shpërndajnë qëllimisht për interes pavërtetësira është dhe se gjuha arabe është shumë gjuhë e pasur dhe se ka 12 milion fjalë, ndaj ajo nuk mund të përkthehet sakt në gjuhë të tjera si gjuha shqipe. Pra këtu na çojnë tek matematika, e cila në shqip ka kuptimin mat dhe mat i ka, ose mat dhe mat i ka, e cila do të thot lëvizje, veprim me 2 ose më shumë matje. Fakti se gjuha arabe ka 12 milion fjalë nuk është e vërtetë. Fillojmë pra të përballim gjuhën arabe me atë shqipe në mundësitë për të krijuar fjalë duke u mbështetur tek sistemet që përdorin këto 2 gjuhë. Dhe kjo zgjidhet matematikisht. Sipas sistemit të gjuhës arabe, arabishtja përdor rrënjët 3 ose 4 shkronja, rrënjë trilaterale, rrënjë me 3 bashkëtingëllore, rrënjë me 4 bashkëtingëllore. Sipas modeleve gramatikore, modelet të njohura, numri i fjalëve të mundshme total teorik 63.6 milion kombinime formon arabishtja. Shkojmë tek gjuha shqipe tani. Sipas sistemit të gjuhës shqipe, e cila ka si bazë fjalët njërrokshë, të cilat ndërthuren për të krijuar fjalë dhe kuptime të tjera. Atëherë kemi: nëse shqipja ka në versionin zyrtar 2085 fjalë njërrokshë, duke mos futur këtu njërrokshet që nuk janë paraqitur në gjuhën standarde. Llogaritja matematikore e kombinimeve të mundshme për fjalë me 2, 3 dhe 4 rrokje do të ishte kështu: fjalë 2 rrokshe 4.34 milion kombinime, fjalë 3 rrokshe 9.06 miliard kombinime, fjalë 4 rrokshe 18.98 trilion kombinime. Përfundim, shqipja fiton në potencial matematikor, mundësi për triliona kombinime. Nëse shqipja do të përdorte të gjitha 2085 rrënjët njërrokshë, ajo do të ishte një nga sistemet më të fuqishme fjalë formuese në botë. Arabishtja, nga rreth 22 bashkëtingëllore, ka vetëm rreth 9.000 kombinime të mundshme trilaterale. Por në praktik përdoren vetëm 1.500 deri në 2.000 rrënjë aktive. Pra jemi në një sistem të mbyllur, jo një gjuhë e krijimit, por një gjuhë e rregullit. Në gjuhën shqipe çdo fjalë është rrënjë dhe deg njëkohësisht. Merr një fjalë si ik, është veprim, largim, por është dhe themel për ikje, ikanak, i ikur, i nakëri, ikanakëri, ikshëm e tjerë. Në shqip fjalët nuk janë kuti që mbushen, janë pemë që rriten nga vetë ndjesia dhe përvoja. Dhe këtu lind pyetja: pse ta quajnë gjuhë të shenjtë vallë?
shpjegimi. Sepse kështu kontrollohet mendimi. Po të thuhet, Zoti flet vetëm arabisht. Atëherë ty të thuhet, Zoti nuk të flet ty në gjuhën tënde. Dhe kështu, pa kuptuar, i dorëzon fjalën, i dorëzon mendimin, i dorëzon shpirtin. Në të vërtet, Zoti është fjala që lindi brenda teje. Dhe kjo fjalë kur lind vërtet flet gjuhën tënde. Përfundimi. Nëse një gjuhë nuk të lejon të mendosh vetë, të ndjesh vetë, të shprehesh vetë, ajo nuk është gjuhë e Zotit. Zoti nuk është tingull, është ndjesi. Nuk është formë, është kuptim i gjallë. Nëse nuk do të ekzistonte një alfabet, një tavolin ku dikush do të ulej e të krijonte gjuhë të koduara, thjesht në alfabet, atëherë nuk do të kishte sot as gjuhë hebraike, as gjuhë arabike, e semite. Këto gjuhë pra miqtë e mi janë gjuhë teknike, që në kohën që dikush i ulur në tavolin i krijoi, nuk i fliste asnjëri. Mua më vjen keq që miliona e ndoshta miliarda njerëz në këtë planet janë detyruar të flasin gjuhë falso, të cilat i ka krijuar religioni, dhe mundohen t'ja u paraqesin si gjuhë të shenjta. Por kjo nuk më bën dot të hesht e të mos them të vërtetën. Unë do të them veç të vërtetën lahuriqe, ashtu siç është, sepse unë nuk jam institucion i kontrolluar. Unë nuk kam frikë se mos më presin fondet. Dhe nuk kam frikë se akademit dhe institucionet fetare do ndërhyjnë që mos të botohen dhe shiten librat e mi. Unë pra jam në mes të territ shqip. Dhe nga terri thuhet se vjen drita. Përfundimi. Nëse ka një gjuhë që lind kuptimin nga veprimi, zëri, nga ndjesia, ajo është shqipja. Jo sepse unë jam shqiptar ose siç na quajnë disa panilirista, por sepse është gjuhë që të lejon të ndërtosh mendimin vet. Mos ja dorëzo pra askujt mendimin.